Sa ka sot duke negativisht shoqërinë tonë, nuk i mundësi për shembull me e përmirësu qytetin tonë, s'ki kapacitet, s'ki hapësirë, s'ki qysh, në rregull, mahallën tonë, s'ki mundësi, familjen, ki mundësi që dukurit negative në familje me i nalë, s'pako me gjuhën tonë, me folë, ki mundësi me ndalë dukurit negative që mund t'jetë përfshin të vajza jote, djallë jote, me këshilla, me fjalë, me autoritet, që të ka epë Allahu Gjellë Ora mbi familjen tona. Ama jo me konë indiferent. Jo me pa të keqen të shtëpia ka ndodhë dhe njëri me thonë, balla s'pa kam që kam ju bo. Që këto s'pa ki që me bo. Ka shumë që ka mu shumë bo. Po njerëzit preferojnë për e ty në rahatin, preferojnë për e ty në një fardoj distancimi, ku më marrë me këtë punë tash, të lashëm, thëtë diqka, më bënë diqka, po, duhet me pagu qmimin. Dhe pejgamberi Allahu Gjellë Vala i marrë me këtë aktivitet. Po, me aktivitetin e përmirësimit. Mirë po, ka pas kosto kjo, ka pas smim, ka pas smim. Po, dhe ka pas smim.